thëmë të drejtën, jo vetëm prokuria jonë, po unë mendoj që gjithë prokurit tjera, nuk është që kemi pas ndonjë përkraje të madhe nga ana e Këshillit, sidomos kohët e fundit. Nuk i di arsyet qatë shumë, edhe pse disa arsye kanë qenë publike, mirë po ngecja sa i përket rekrutimit të prokurorëve, stafit mbështetës, me zyrtar, me bashkëpunëtor, vështirësitë financiare që i ka sistemi përgjithësisht, për shkak se para disa dite më kuptova që nga drejtori i sekretariatit ka treguar një dhënë që nëse është e vërtetë është për mu brengos diku në rreth 8 milion borxhe ka sistemi prokurorial, edhe që është e vërtetë që mund t'i ketë ato borxhe për shkak se vetëm para disa dite kam komunikuar me dekanin ose i autorizuar i dekanit nga fakulteti teknik, edhe na kërkojmë ekspertizat. Ata na thojnë na nuk i japin asnjë ekspertizë përderisa s'bëhet pagesa. Si vështirësi kem, ato janë raste të shumta të cilët zvarritin procedurën penale këne. Kemi edhe raste të tjera të pagesave të tjera të cilët na krijojnë vështirësi të mëdha në punën tonë, të cilët nuk mendoj që është e arsyeshme të mos ketë një komunikim zyrtar apo ndërinstitucional edhe me ministritë përkatëse, cilët na përkrojnë në aspektin financiar, edhe na të mos kem pengesa të tilla që pengojnë drejt për drejt punën tonë përditshme, zyrtare. Këto vështirësi kanë qenë, nuk i di arsyet qatë shumë, për shkak se nuk jem pjesë e Këshillit, mirë po, sa i përket rekrutimit, stafit, ju e dini se me ligjin për prokurinë e shtetit, secili prokuror me ligje secili prokuror duhet të ketë zyrtarin ligjor dhe bashkëpunëtorin profesional, e të cilët nuk i kem hapësira apo vështirësi sa i përket hapësirave. Dikun 6 muaj, 7 muaj prokurorët e ri që kanë ardhur kanë me një zyre, paramendoje 2 prokurorë me një zyre, ku mi qu edhe zyrtarët aty që shumë probleme kemi pas, kemi hapësirat mjaftueshme të punës. Kjo është një sensibilizim që duhet të merret edhe nga ana institucioneve tjera, edhe të Ministrisë të Drejtësisë, po edhe Ministrisë të Financave që janë vështirësi të theksuara, edhe sinqerisht nuk brengosëm se i shpreh këto vështirësi apo sfida të cilët na si prokurori i kemi, jo vetëm si prokurori i Prishtinës, po unë mendoj që gjithë prokurorit tjera. Disa veprime të mira janë kryer edhe nga ana e këshillave, mirë po jo mjaftueshëm që ne të kemi sukses në punën tonë, të vazhdueshme apo ngecje apo zvarritje të procedurave sa i përket ngritjes së akuzave edhe hetimeve që na i zhvillojmë për çdo ditë.